Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje. Çfarë e re do të vi në historinë tuaj të dashurisë? Pra, diçka e re, një lajm i ri, një histori e re, do të vi në historinë tuaj tek pjesa e dashurisë. Të vi diçka e re, pra tek pjesa e dashurisë? Jeni në botë. Jeni fokusuar shumë tek pjesa e punës. Jeni ashtu si e kërkoni punën, ashtu dhe ju vini çdo lloj pune. Jeni shumë të dashuruar, pra do të vi në jetën tuaj një dashuri e re. Një dashuri e fortë emocionalisht. Një dashuri plot emocione, plot pasion, nga të dy palët. E mbrojtur nga të mbrojtur. Jeni i menduar, jeni pak i menduar. Sepse jeni të rrethuar nga njerëz që nuk ju kuptojnë. Por ju jeni një person shumë i ndjeshëm. Ju njerëzit që ju rrethojnë doni t'i ndihmoni, jeni një person shumë pozitiv. Luftoni fort atje në botë ku jeni që kjo histori dashurie të rezistoj. Shumë shpejt ju hyp një kalit. Pra, në jetën tuaj do të vi një histori e re dashurie. Një histori e bukur dashurie. Dhe ju do të hypni një kali dhe do të shkoni drejt kësaj dashurie. Për të filluar një kapitull të ri në jetën tuaj. Me këtë mbretëresh të shpatave. Jeni një person që ja shfaqni këtë emocion, këtë pasion, këtë dashuri, kësaj mbretëreshe. Dhe shpeshherë keni qenë i lënduar në shkuarën tuaj, nga historitë e dashurisë. Por kjo dashuri e re, juve do t'ju ndryshoj komplet jetën tuaj, sepse kjo femër që vjen në jetën tuaj është si kjo perëndesh e bukurisë. Keni luftuar fort në jetën tuaj dhe ka momenti si thoni vetes tuaj. Mbaroi gjithçka dhe tani me këtë kup në duar ju vraponi drejt kësaj perëndeshe të bukurisë, sepse ju jeni shumë i dashuruar me këtë femër. Pra, do të shfaqet një histori e re dashurie në jetën tuaj, një histori e bukur dashurie në jetën tuaj. Me kë rezonon kjo histori e bukur dashurie? Me peshore, me britjapin, me digjereshën, me denin, me ujori, me akrepin dhe me dashin. Kurse me gërmat e alfabetit mund të rezonoj, është energji e përgjithshme gjithmonë, mund të rezonoj me gërmën B, me gërmën L, me gërmën D, Sh, N, S, I, R, V, S, dhe me gërmën U. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.